Me që të ndëruar, ju përshëndes edhe një herë shpresoj se jeni mirë të gjithë. Sot do të vazhdojmë edhe me një video tjetër ku do të shikojmë Ungjillin e Markut. Sot fillojmë një kapitull të ri, kapitullin 5 edhe fillimisht në këtë varg, në këtë kapitull vargjet 1 deri 20 na flasin për diçka shumë të rëndësishme, por po mendoja 20 vargje janë shumë për të ballafaquar në një video për 15 minuta se kjo. Kështu që ajo që do të bëjmë sot është vetëm do të shikojmë 5 vargjet e para edhe pastaj do të vazhdojmë me videot e tjera në vargjet në vazhdim. Pra sot le të lexojmë së pari Markun kapitulli 5 vargjet 1 deri 5 edhe pastaj le të shohim se çka Perëndia dëshiron që të na mëson përmes këtij pasazhi, përmes këtyre vargjeve. Marku, kapitulli 5, vargjet 1 deri 5 në thonë kështu, arritën në bregun tjetër të detit në krahinën e Gadarenasve, dhe sapo Jezusi zbritin nga barka, menjëherë i doli përpara nga varrezat një njeri i pushtuar nga një frymë e ndyrë, i cili banonte në varreza dhe kurkush s'kishte mundur ta lidh, qoftë edhe me zinxhir. Shpesh herë pra e kishin lidhur me pranga e zinxhir, pra i gjithnjë i thyen të zinxhirit dhe i këpuste prangat dhe kërkush nuk e kishte bërë dot zap. Vazhdimisht, natën dhe ditën në përvarre e mbi male shkonte duke bërtitur dhe duke e rrahur veten me gurë. Ky është pasazhi. Në videon e kaluar, do thotë kur kemi folur për vargjet e fundit të kapitullit 4, ne pam se Jezusi bën një mrekulli në ato vargje, ai e qetëson furtunën apo stuhin që ndodhi përderisa Jezusi dhe dishepujt e tij po kalonin detin Galile. Ju inkurajoj që të shkoni dhe ta shikoni këtë video, është një mësim shumë i rëndësishëm aty. Kapitulli 5 hapet duke na treguar se çka ndodh menjëherë mbasi Jezusi dhe dishepujt e tij dalin në anën tjetër të detit Galile. Vargu 1 thotë kështu arritën në bregun tjetër të detit në krahinën e Gadarenasve. Dhe sapo të dalin në bregun e detit diçka e jashtëzakonishme ndodh, siç në vargun 2 dhe 3. Thot dhe sapo Jezusi zbriti nga barka, menjëherë i doli përpara nga varrezat një njeri i pushtuar nga një frymë e ndyrë, i cili banonte në varreza dhe kurkush s'kishte mundur ta lidh, qoftë edhe me zinxhir. Pra ata dalin në anën tjetër të detit dhe një person i pushtuar nga një frymë demonike vrapon dhe i del përpara Jezusit. Si që shofim në këtë varg, ky person na thot se banonte nëpër varreza, siç duket pushtimi i tij nga demonët i kishte dhënë këtij personi një fuqi të jashtëzakonshme, sepse siç e shohim në vargun 3, njerëzit ishin munduar që ta lidhnin me zinxhire, me pranga, por ai këpuste këto, kështu që kishte një fuqi të jashtëzakonshme. Ky person me siguri i pengonte njerëzit dhe i friksonte njerëzit që jetonin në këtë rajon apo në këtë fshat. Kjo është arsye sepse ata ishin munduar që ta lidhin për ta ndalur një gjë të tillë, por nuk ishin patur sukses, nuk ishin mundur. Ungjilli i Lukës na jep pak më shumë detaje apo informacione lidhur me këtë person. Luka 8:27 na thotë por sa Jezusi zbriti në tokë, i doli përpara një njeri nga ai qytet i cili prej shumë kohe ishte pushtuar nga demonët. Nuk veshte rroba, nuk banonte në shtëpi, por ndër varreza. Do të Luka na thotë se ky person përveç se nuk kishte shtëpi dhe banonte në varreza, ky person gjithashtu ishte lakuriç. Luka gjithashtu na thotë se ky person ishte duke bërë këtë për një kohë të gjatë. Do thotë kishte disa kohë që ky person i bënte këtë gjëra. Tash veç imagjinoni pak sikur ta kishit përjetuar një gjë të tillë, sikur në fshatin ku ti apo në rajonin ku ti po jetoje, sikur të ekzistonte një person i tillë që banonte në varreza, ishte lakuriç, bërtiste dhe i trondiste njerëzit e fshatit, një gjë shumë rëndësishme. Shumë rëndësishme kjo. Edhe fshatarët apo njerëzit që jetonin në këtë rajon nuk mund të bënin asgjë sepse ky person, siç thash, kishte një fuqi të jashtëzakonshme. Marku 5:4 na thotë se shpesh herë pra e kishin lidhur me pranga e zinxhir, por ai gjithnjë i thyente zinxhir dhe i këpuste pranga dhe kërkush nuk mund ta zaponte atë.
Pra kishin provuar, njerëzit kishin provuar që të ballafaqoheshin me këtë situatë, por ishte e kot, askush nuk ishte mundur ta mposhtë këtë person. E vargu 5 tek Marku 5:5 do thotë na zbulon edhe më shumë pak për këtë person, na thuhet që vazhdimisht natën dhe ditën nëpër varre e mbi male shkonte duke bërtitur dhe duke rrahur veten me gur. Ky person ishte vërtet në një gjendje të mjerueshme. Shkonte nga duke bërtitur nga shkretira, nga në male dhe i trondiste njerëzit. Edhe një gjë që na thuhet këtu ekstra është që ai e rrahte veten me gur. Pra jo vetëm që po i trondiste dhe po i friksonte njerëzit e tjerë duke bërtitur, por ai gjithashtu po i bënte dëm edhe vetes, ai po e godiste veten. Prapë veç imagjinoni pak një person të tillë që ndoshta ju do ta shihni çdo ditë në këtë gjendje. Dhe është pikërisht ky person me të cilin Jezusi do të ballafaqohet dhe do ta çlirojë atë plotësisht nga një gjë e tillë. Por këtë do ta shohim në videot të ardhshme se si Jezusi e bën këtë. Por çka mund të mësojmë nga këto 5 vargjet e para të Markut kapitulli 5? Dy gjëra që dua t'i përmend. Së pari, në këto vargje ne mësojmë se pushtimi i njerëzve nga demonët, nga frymrat e liga është një realitet. Mbani mend këtë, pushtimi i njerëzve nga demonët apo nga frymrat e liga, frymrat satanike është vërtet një realitet. Zakonisht kur ne hasim në persona të tillë, ne themi se ky person i diagnozojmë është i smur, i diagnozojmë smurje të ndryshme, ndoshta është i çmendur apo epileptik apo diçka e tillë. Edhe pse këto janë të vërteta, ka njerëz që i kanë këto probleme. Realiteti është se mund të ketë raste, mbani mend këtë, mund të ketë raste kur një person i tillë është vërtet i pushtuar nga djalli, është vërtet i pushtuar nga frymrat e liga, nga frymrat satanike. Dhe thjesht medicina apo mjekët nuk mund të shërojnë këta persona. Kjo është çka duhet të mbajmë mend. Edhe kjo na udhëheq tek pika e dytë që dua të them, që kjo është gjëja e dytë që shohim në këtë vargje, është që vetëm Perëndia mund të shërojë njerëzit që janë të pushtuar nga demonët. Kjo është diçka supernatyrore edhe vetëm Perëndia që është një qenie supernatyrore mund të shërojë personat e tillë. Në këto 5 vargje nga Marku, por gjithashtu nga pasazhi nga Luka, njerëzit kishin provuar që ta vendosnin këtë person nën kontroll. Kishin bërë gjithçka për ta ndihmuar këtë person, por ishte e pamundur. Ajo çka ky person kishte nevojë ishte fuqia supernatyrore e Perëndisë që ta çliroj këtë. Dhe kjo është saktësisht se çka ndodh në vargjet në vazhdim që do t'i shohim në videot e ardhshme. Kështu që dua që t'ju them juve të krishterëve, mos harroni se mund të ballafaqohemi me njerëz të tillë. Mund të vim në kontakt me njerëz të tillë, mund të kontaktojmë persona të tillë dhe normal ne duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur që t'i ndihmojmë këta persona, duhet t'i dërgojmë nëpër spitale tek mjekët, e t'i inkurajojmë që ata t'i marrin ilaçet apo medikamentet që mjekët i përshkruajnë, por gjithashtu mos të harrojmë se ka mundësi që një person tjetë i pushtuar në këtë mënyrë, tjetë i pushtuar nga frymrat satanike dhe frymrat demonike, dhe shërimi i vetëm për të cilën ata ka nevojë është që vetë Perëndia me fuqinë e tij supernatyrore t'i largoj këto frymra nga ky person. Kështu që kjo është diçka që ne duhet si të krishterë nuk duhet të harrojmë dhe duhet të mbajmë mend. Mos të harrojmë se një person që është i pushtuar nga frymrat e liga supernatyrore ka nevojë për fuqinë supernatyrore të Perëndisë që ta shëroj atë. Dhe vetëm Perëndia mund të shëroj këta persona. Kështu që mbani mend këtë, edhe ajo që ne duhet të bëjmë si krishterë, nëse ballafaqohemi me një person të tillë për të cilën nuk mund gjejnë zgjidhje mjekët apo spitalet apo medikamentet e ndryshme, mos të harrojmë se ka mundësi që një person i tillë të jetë i pushtuar nga Satani, edhe ajo që ne duhet të bëjmë është që t'i lutemi Perëndisë që t'i largoj këto frymrat liga,
frymërat liga nga ky person, edhe ai do të shërohet, siç do ta shohim në vazhdim kur do të bëjmë video tjetër. Kështu që kjo është çka shohim në vargut, në këto 5 vargje të para të kapitullit 5 të Markut. Edhe në vargjet në vazhdim do të shohim se si Jezusi në mënyrë praktike e bën, i largon këto frymra nga ky person edhe e shëron këtë person plotësisht. Kështu që ju inkurajoj që të shikoni videot që do të vinë në vazhdim, që do të ballafaqohemi, do të shikojmë vargjet se si Jezusi e çliron një person të tillë. Por mbani mend edhe një herë, mos harrojmë se si të krishterë mund të ketë persona me të cilët ne vijmë në kontakt që kanë nevojë për një gjë të tillë, kanë nevojë për fuqinë supernatyrore të Perëndisë për të shëruar ata, sepse ata mund të jenë të pushtuar nga frymrat e ligës satanike që janë frymra supernatyrore. Edhe vetëm Perëndia mund të shërojë. Kështu që le të lutemi për persona të tillë. Kjo është çka shohim në 5 vargjet e para të Markut kapitulli 5. Ju falemnderit, kalofshi një ditë e mrekullueshme dhe Zoti ju bekoft.